Kemal, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Po, më dha dhe mundësinë të sqaroj sepse shoh që u bë një akuzë fort për Qendrën Bashkisë Vlorës. Jo, u bë një akuzë, është një tym që del si bomba atomike. Sa herë dal nga bypassi i Vlorës dhe vitin e kaluar e kanë filmuar, është e tmerrshme dhe ndodh vetëm në sezon. Tjetër e këndshme nuk është, kjo ka të bëjë edhe me kushtet atmosferike, po nuk duhet të mbështetemi vetëm te pjesa e faktit që mund të jetë vap apo është kohë nxehtë. Duhet të kuptojnë një gjë. Fush mbetjesh aty, ka 40 e ca vite që është në përdorim edhe është jashtë kapacitetit. Dhe ai lloj argumentimi që dha zonja, po është jashtë sepse normalisht është jashtë kapacitetit për të marrë. Po ku e keni landfillin e Vlorës? Lufta më e madhe, më falni pra, sqarojmë, a do të sqarojmë? Po. Lufta më e madhe që ne kemi pasur që nga momenti i paktën që unë kam filluar detyrën time si sekretar bashkie, ka qenë pjesa ligjore për ne për të vendosur ne në funksion landfillin e shtatës 26 prill është në funksion. Pra, mbetjet urbane shkojnë të gjitha në landfillin e Sherishtës. Nga cila datë? Nga cila datë? Ambasadorin gjerman, 26 prill. 26 prill i bie një muaj e pak, një muaj e gjys. Po, një muaj e pak, ne kemi vendosur në funksion landfillin e Sherishtës dhe është për të deklaruar fort kjo gjë, sepse edhe nuk e di njerëzit, nuk e kanë këtë informacion, po është një punë shumë e madhe që është bërë, sepse ka qenë një ngërsh qoftë edhe nga i fenomeni i aspektit ligjor që njerëzit kanë frikë edhe të merren me këtë pjesë, apo të firmosin. E kam çuar para me gjithë stafin të QAKP. Po edhe firmosin na paguajnë për të firmosur. Nuk diskutohet, po tani ka dhe ngërç e ka dhe njerëz që të riqen. Ne po themi kemi çuar para dhe kjo është për të përgëzuar, edhe është për të përshëndetur nga të gjithë, sepse nuk është diçka e vogël. Po çfarë po ndodh me këtë pjesën e mbetjeve këtu, jo në landfillin e ri? Ndërkohë. E përmend ajo pa qëllim sepse ne kemi një projekt me KFV-n, pra me Bankën Gjermane për Zhvillim, e cila parashikon që në projektin e landfillit që ne sapo e kemi vënë në punë, faza e tretë dhe përfundimtare e këtij projekti është edhe kapsulimi i kësaj fushë mbetjesh. Dhe pjesa e imagjinatës së shprenuar që njerëzit mendojnë që ne mund t'i vendosim zjarrin vetë, kjo më duket utopike dhe ta mendosh, jo më ta deklarosh kështu në media hapur, sepse kush është ai që do t'i vendosë zjarrin qytetit vet? Aq më tepër një institucion qendror lokal siç është bashkia. Pra kjo është e rëndësi ka fakti që ndodh. Po jo. Atë le të merret policia. Fakti që ndodh është që shpjegoj. Janë gjithë ata njerëz që luftojnë me zjarrin sepse aty ka gaz metan që çlirohet nga vetë mbetjet sepse janë 40 vjet që kompostohen atje. Që kompresohen atje. Dhe është e pamundur, nuk është se vihet vet. Po vu vetë është një dorë njeriu që e bën qëllimisht, po asnjëherë një institucion nuk duhet menduar që mund ta bëjë një institucion lokal, se është jashtë çdo lloj imagjinate kjo. Megjithatë, edhe zjarri i fundit që ka ndodhur ka qenë vetëm për 2 orë. Por sulmet në rrjetet sociale kanë qenë sikur aty ka pasur një javë zjarr. Ka qenë vetëm 2 orë dhe u menaxhua në kohë rekord. Patjetër kur ka djegje, ka dhe tym, nuk diskutohet. Mirë nuk na vjen sepse është sënim imazhi, por ka qenë një kohë një reagim. Po ajo xhiro në rrjetet sociale aty 2 orë Shidredha mund të godas një vit sezon. Ja, patjetër, sepse normalisht këtë funksion ka ndonjë rrjetet sociale, të nxjerrin vetëm pjesën negative. Por mos të harrojmë që Vlora është në fazën e vet më të mirë sa i përket edhe ofertës turistike. Mos harroni që keni qenë ju që keni denoncuar edhe pjesën e fushmbetjeve në Orikum, po të kaloni sot. E pash që po kapsulojmë edhe e pash që është mbuluar. Po edhe po bëhet një punë kolosale. Pra mos të mohohet puna që bëhet por të hidhen akuza kot në ajër sepse realisht i bën dëm edhe Vlorës, edhe institucionit bashkisë Vlorës, edhe Ermalit. Zoti Dredha, mbetjet ju nuk keni ndonjë përgjegjësi se mbetjet e Orikumit kanë qenë aty para se ju të bëshit kryetar bashkie dhe kanë frikë dhe para arsit tuaj. Por ama nuk ka gjë më të tmerrshme se të kalosh buz rrugës kombëtare dhe të shohësh një mal me mbetje të tmerrshme edhe me kafshë të ngordura. Dhe natyrisht që unë më vjen shumë mirë që jeni duke e mbuluar dhe po e kapsuloni, nuk e di deri kur sa do marri që të zgjidhet përfundimisht. Po janë vende që tash po do të bësh turizëm dhe buz rrugës kombëtare, të kesh ato lloj mbetjesh është e tmerrshme. Patjetër, shiko, nuk është asnjëherë e bukur të kesh imazh të kesh qytetin tënd, por keni parasysh. Absolutisht tani shiko zonjë, lutem, se unë nuk po mundohem as të bëj debat, po mundohem të sqaroj komunitetin tim rreth parë edhe gjithë ata që janë të interesuar të kuptojnë se si funksionon Vlora. Ideja është këtu. Është një fitore e madhe që ky projekt që ne kemi bërë me KFV-n ka edhe pjesën e procesit të kapsulimit, që nuk është vetëm fusha këtu, po është edhe fusha në Orikum, sado që ne kemi bërë një mbulim provizor me qëllim që të përmirësojmë imazhin në atë segment. Dhe them këtë sepse
Fusha atje ka qenë, po ka kaluar bypassi dhe prandaj ajo ka dalë në plan të parë dhe është bërë e dukshme për të gjithë ata që kalojnë atë segment. Kryetar, a t'ju bëj një pyetje? Po. Sa makina dhe për t'i hedhur përsipër atyre mbetjeve që të mos marrin zjarr? Ju kushtonin shumë? Jo mos e tunë një kokën, fare. Patjetër, më vjen keq, por duhet t'jesh më mirë informuar sa i përket situatës të landfillit i Vlorës. Te fusha e mbetjeve, më falni. Ajo është 10 hektar, nuk është me 1 kamion apo 2 kamiona dhe. Po, do t'ju jap një informacion tjetër. Vitin që shkoi, ne kemi pasur situatë të tillë dhe na është dashur 1 javë apo mos më shumë dhe jo kamiona, por nuk numërohen me qindra kamion për vit. Për të arritur një situatë që ne e shëshuam komplet. Por është detyra juaj ligjore që të menaxhoni çdo pikë të vendepozitimit të mbetjeve në bashkinë tuaj. Dhe nuk mund të jetë justifikim që unë po përdor sherishtën, por po lë këtë që të digjet. Në nëse ju thoni që ajo është tym. Në fakt nuk është tym, zotëri. Ajo është përmbajtje plumbi, ajo është përmbajtje dioksinash, të cilat shkojnë në qytetarët. Ka e mbyllim me hotelin. Tani me një situatë. A mundet të sqaroj sepse ka informacionin e saktë. Po. Vitin që shkoi ka pasur një zjarr. Edhe vitin kur u ka filluar detyrën, në datë 3 Gori ka marrë detyrën vitin 2023, në datë 7 ka qenë një zjarr i madh, që më ka gjetur direkt sa kanë filluar punën, kam qenë përpara këtij fakti. Aty çlirohet gaz metan, dhe është e pamundur. Edhe nëse ne mbulojmë që e kemi bërë në vazhdimsi, mos harroni që Vlora prodhon mbetje ditore gjatë sezonit turistik 600 ton. Dhe prapë ne vetëm në vend ku depozitonin mbetje ka qenë po atje. Prandaj dhe ne kishim luftën me veten të hapnim sherishtën me qëllim që kjo fushë këtu mos përdoret më për mbetjet urbane. Po tani që ka mbetur, ajo ka mbetur 40 vjet, dhe çfarë do bëhet me to? Me ato do bëhet pjesa e kapsulimit nëpërmjet një projekti që kemi me KFV-n. Po them. Pra nuk do mbeten aty, ato do kapsulohen. Për sa vjet do vi kapsulimi? Ato do të kapsulohen atje. Jo, nuk është çështje vitesh, është çështje procedure që ka filluar KFV-ja dhe mund të zgjasë 3-4 muaj, shpresojmë. Pra ju thoni që brenda 3-4 muajve fusha e grumbullimit mbetjeve që sot është jashtë përdorimit, se është vënë landfilli tjetër në punë, nuk do të jetë më një fushë me plera, po përdor fjalën më shumë, po do jenë të kapsuluara. Pas 3-4 muajsh, Blendi do të filloj, nëse mbaron procedurat e nderimit, do të filloj edhe zbatimi i projektit dhe mund të marrë kohën e vet, mund të zgjasë 8 muaj, 1 vit derisa do të plotësohet. Po nga momenti që mbaron procedurat e nderimit, i dorëzohet KFV-s edhe për pjesën e monitorimit, do të kenë dhe mjetet atje me qëllim që ata të fillojnë të zbatojnë projektin duke rrethuar një gjithë atë sipërfaqe që është 10 hektar atje. Këtë po mundon. Ka dhe Fior Alba një pyetje po? Unë bëj një pyetje të lutem, pse është lënë deri tani për të zgjidhur problemin? Pra kemi vite e vite që flasim, çdo verë bëhen zjarre masive, që ky është një problem që shkon zinxhir, pra nuk bezdis turistin, qytetarin, po gjithë njerëzit që thithin atë ajrin aty, shkojnë tek onkologjiku, shkojnë tek sëmundjet e zemrës, doktori di edhe më mirë se mua gjithë problemet që shkakton ky zinxhir. Pse nuk është zgjidhur më përpara? Pse presim ne pikun e sezonit të verës për të... Po bëjmë një si gjyq. Po i vasjaroj. Nuk e menaxhon politika qeverisë. 10 hektar mbetje më veshun keq, 40 vjet dom atje. Do ta menaxhoj bashkia. Nuk e menaxhon, po qeveria, për çfarë kemi? Çfarë paguajnë taksa? Duhet të merrshin masat e tjera edhe. Pse nuk i kanë marrë pra Edhe projekti që tha kryetari e ka ja ta mbylli. Dreda, do vëmë pasojë edhe. Mbaroj edhe këtë pyetje dhe kam dhe një pyetje si po shkon me turizmin. Mbaroj edhe këtë të fundit, po. Është pamundur ajo. Po ju sqaroj. Deri ti s'duhet ankohesh se je mirë me projekte me çfarë. Po kjo është situatë, 40 vjeçare nuk mund ta penalizoj bashkinë. Bashkia është gjithë përballë një historie e cila është mbartur, është e pamundur që Ermali me stafin e vet, unë se bësha dot për veti, ashtu si Ermali. Pastaj do ndodhin këto që do ndodhin. Po, Dreda. Pse s'bën një incinerator ato? E pra? Edhe kishin zgjedhur. Kush guxon fjala incinerator këtu të çon Si që zgjedh fije. të çon të soli se direkt. Vetëm fjala. Blendi këtu është bon, kështu incinerator bëhen në Gjermani. Në Gjermani në Bonn është një pikat më fantastike të menaxhimit të mbetjeve që kam shkuar dhe bëshëm me incinerator. Po me incinerator, po. Në gjithë botën është. Me incinerator. Mundem ta sqaroj se po ju marrë kohë nga emisioni. Po, Dreda, po, e fund, lutem, ja ta mbaroj që mos. Po. Edhe t'ju sqaroj. Pra ideja është nuk është se dëshira ka munguar. Ne kemi bërë një kontratë me palën gjermane, po kishte çeduar apo kishte mbetur në ngërç për shkak të arsyeve që ndoshta dihen edhe botërisht apo publiku i di,
ishte bërë 2 vjet në stagnacion projekti i landfillit të ri. Dhe po mos kishim një opsion tjetër se ku do t'i çonin mbetjet, patjetër do të vazhdoj do të përdori ky landfill. Po flas për kohën kur kanë filluar unë punë. Se nuk është bërë më para apo jo. Nuk e di. Me thënë ideja është që është bërë kjo kontratë për të zgjidhur këtë problematik një herë mirë. Dhe shqyqyr që ka ardhur dita që ne kemi vendosur shërisht në funksion, dhe të kemi hapësirën tonë të marrim frymë për ta stabilizuar një herë mirë të problem që ka vite që ndodh në Vlorë. Me që jenë lidhje, si e ke turizmin këtë vit? Po. Turizmi është shumë mirë, nuk diskutohet. Infrastruktura e bën sidomos në pjesa e rrugës Radhimës që është plotësuar. Kjo edhe për shkak të atij eventi që ne patëm, që ishte Xhiro i Italisë, rruga është shtruar te pjesa e Radhimës që ka hequr edhe pak dhimbjen e kokës. Po kapacitetet janë shtuar? Kapacitetet janë shtuar, nuk ka hotele të rinj, po të vegjël akoma. Megjithatë ne kemi disa projekte të reja që shpresojmë të fillojnë sa më shpejt, sepse realisht do të japin një frymarrje pjesës së asaj çka duam ne në raport me kërkesat që kemi drejt qytetit të Vlorës nga vizitorët e huaj. Pra Vlora është bërë një destinacion tashmë që është shumë ngjyrësh, do të thënë ka një paketë plot turistike, nuk është vetëm pjesa e detit, kemi shtigjet e reja që kemi hapur tashmë. Një shteg i ri që sapo ka mbaruar në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit dhe shtegu i Kaninës, por edhe shumë oferta tjera që ne i kemi. Vlora po shkon drejt stabilizimit dhe shpresojmë që në 1-2 vjeçar nuk do të kemi probleme sa i përket infrastrukturës brendshme me projektin e ri që po bëjmë edhe për ujësjellësin. Pra po bëjmë projekt të ri po prapë me KFV-n për ujin e pishëm 24 orë. Inshallah zgjidhet ai uji pishëm se ai është ngërç i gjithë Shqipërisë. Faleminderit Dreda. Faleminderit juve. Kisha një koment. Natë mbar.